Në një ceremoni zyrtare të mbajtur në Blagovgrad, Bullgaria ka përcjellë një kontingjent të ri ushtarak drejt Kosovës, ku do të shërbejë në kuadër të forcës paqëruese të NATO-s KFOR. Kjo lëvizje vjen si pjesë e angazhimit të vazhdueshëm të Bullgarisë për stabilitet dhe siguri në rajon. Sipas raportimeve të mediave bullgare, përfshirë agjencinë BTA, ceremonia ka pasur një karakter solemn, ku përveç zyrtarëve ushtarak dhe familjarëve të ushtarëve, kanë marrë pjesë edhe prifë të rinj të cilët kanë mbajtur lutje për shëndetjen dhe suksesin e trupave që nisën për misionin e tyre në Bullgari. Ky akt simbolik është një traditë e njohur në ushtrinë bullgare, që synon të jap mbështetje morale dhe shpirtërore për ushtarët para se të nisen për misione ndërkombëtare. Një nga ushtarët që po merr pjesë për herë të parë në këtë mision është Anelia Petrova, nga komanda e brigadës së tretë. Ajo shprehu ndjenjën e saj për këtë përvojë të re. Është hera e parë që marr pjesë në një mision të tillë. Nuk kam asnjë shqetësim, ndje mirë, përgatitur dhe motivuar, u shpreh ajo. Pas përfundimit të ceremonisë dhe lutjeve solemne, ushtarët bullgar përmbyllën ngjarjen me një marshim zyrtar, duke demonstruar gatishmëri dhe disiplinën e tyre për misionin në Kosovë. Bullgaria ka qenë një kontribuese e rëndësishme në kuadër të KFOR-it, duke ofruar personel të mbështetje logjistike për operacionet paqëruese në Kosovë. Angazhimi i këtij vendi në KFOR është pjesë e përkushtimit të tij ndaj stabilitetit në Ballkan dhe bashkëpunimit të ngushtë me NATO-n. Ky kontingjent i ri do të shërbejë në Kosovë në përputhje me mandatin e KFOR-it, që synon të sigurojë një mjedis të qetë dhe të sigurt për të gjithë qytetarët, duke mbështetur institucionet vendose dhe duke ndihmuar në ruajtjen e stabilitetit në rajon.